Lejohet festimi i datëlindjes në Islam. Festimi i datëlindjeve për fëmijët, madje për të rriturit, është bërë një pjesë e kulturës si muslimanë fatkeqësisht. Kjo nuk ka qenë as të krishterë ose të çifutëve, por me kohë është futur tek të krishterët, respektivisht në Evropë, e pastaj prej tyre është përcjellur në vende të ndryshme të botës, në lindjen e Perëndim dhe ka ardhur apo ka depërtuar atë muslimanët. Kështu që muslimanët të cilët mezi presin me pasue të tjerët e ehlul kitab, jo muslimanët, e kanë pranuar shumë lehtë dhe kanë bërë pjesë të jetës së tyre, të kulturës së tyre. Ndërsa ata të cilët duan të ruajnë identitetin e tyre fetar, të ruajnë parimet e tyre, të ruajnë kulturën e tyre, të ruajnë traditat e tyre fetare, sepse e kanë bollë të mirë, s'ka nevojë me ndryshu kur gjë, me shtu as me hjek, ata nuk e kanë marrë, veç që janë pakica. Sado që të jetë një festim i tillë është ndaluar në Islam. Nuk mund të them se është në rangun e festimit të Kërshëndellave apo të Vitit të Ri, sepse është festë fetare dhe dallon festa fetare për festës së datëlindjes, por të njëjtën gjë nuk është edhe e preferuar apo e lavdëruar.